Pendimi. Njëherë një njeri dëgjoi një musliman të përkushtuar të thoshte: "Kam 30 vjet që po pendohem për një mëkat dhe nuk e di si do më gjykoj Allahu në lidhje me të." Ai që po dëgjonte i tha: "Çfarë mëkati ke bërë?" Muslimani i përkushtuar ju përgjigj: "Diku kam pasur një dyqan në treg. Një ditë dëgjova se të gjithë dyqanet e tregut u digjeshin. Prandaj vrapova të shoh dyqanin tim. Kur arrita atje, pas se të gjitha dyqanet e tjera ishin shkatëruar përveç dyqanit tim. Atëherë thash: Elhamdulillah, lavdia i takon Allahut. Mirëpo e kuptova me njëherë gabimin tim. Si mund ta quaj veten musliman kur nuk e ndjeva humbjen e fqinjve të mi, prandaj për 30 vjet jam penduar vazhdimisht për këtë mëkat." Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.